Kur u shfaq klipi ku lëndrimi po i afrohej Dolcës, atmosfera ndryshoi menjëherë. Edi, që deri në atë moment po mundohej të dukej i qetë, u pa qartë që u përfshi nga xhelozia. Në pamje dukej se lëndrimi i afrohej Dolcës me shumë siguri, duke u ulur pranë saj, duke i qëndruar afër dhe duke kërkuar hapësirë në territorin që Edi e ndjente ende si të vetin. Ajo afërsi, sado e vogël për të tjerët, për Edit ishte si një thumbi drejt për drejt, sytë e tij u errësuan, trupi ju tendos dhe u duk sikur nuk po e përmbante dot më veten. Në atë çast, xhelozia e fshehur prej kohësh doli në sipërfaqe. Për të, ai klip nuk ishte thjesht një moment shoqëror, por një provokim i hapur, një sinjal se dikush tjetër po guxonte t'i afrohej Dolcës, vajzës për të cilën ai ende kishte ndjenja të forta. Kur ju drejtua lëndrimit, toni i Edit ishte i rënd dhe i ashpër. Nuk ishte më ai Edi i qetë dhe reflektues, por një Edi i prekur në sedër. Fjalët i dolën me nerv, duke e sulmuar jo vetëm për afrimin ndaj Dolcës, por edhe duke kaluar kufirin e respektit personal. Ishte e qartë se reagimi i tij vinte nga frika e humbjes dhe nga ndjenja se po i merrej diçka që ende e konsideronte të rëndësishme për veten. Banorët e tjerë mbetën të shtangur. Disa e panë reagimin si xhelozi të pastër, të tjerë si një shpërthim të panevojshëm që tregonte pasiguri. Ajo që u ndje më shumë ishte fakti se Edi nuk e kishte mbyllur kurrë realisht historinë me Dolcën. Nëse do ta kishte bërë, afrimi i lëndrimit nuk do ta kishte prekur kaq thellë. Dolce, nga ana e saj, u duke sikletosur. Ajo nuk kishte bërë asgjë të tepruar, por megjithatë u gjend në qendër të një tensioni që nuk e kishte kërkuar. Për të, ajo situatë tregoi se ndjenjat e Edit ishin ende aty, të forta dhe të pasgjidhura, pavarësisht gjithçkaje që kishte ndodhur më parë. Ky moment nxori në pa anën më të brisht të Edit, xhelozinë, krenarinë e lënduar dhe frikën për të humbur. Një reagim impulsiv që tregoi se, pavarësisht fjalëve përpjekuri dhe shanse të, në një moment që askush nuk e priste, Edi vendosi të flasë me zemër të hapur dhe të tregojë një anë më të butë dhe më të reflektuar të vetes. Pas gjithë konfuzioneve, gabimeve dhe vendimeve të nxituara, ai e kuptoi se disa ndjenja nuk shuhen lehtë dhe se disa njerëz nuk zëvendësohen thjesht duke ecur përpara. Për këtë arsye, ai vendosi t'i jap edhe një shans tjetër Dolcës. Fjalët e tij ishin të qarta dhe të sinqerta. Ai e përshkroi Dolcën si një vajzë të bukur, të edukuar dhe të dashur me të gjithë banorët, një vajzë që gjithmonë ka ditur të sillet me respekt dhe dinitet. Ajo është e sinqertë, tha Edi, duke theksuar se kjo cilësi për të ka shumë vlerë. Nuk ishte thjesht pamja apo qetësia e saj ajo që e kishte bërë të ndalonte dhe të mendonte, por karakteri dhe mënyra si ajo kishte qëndruar gjithmonë e vërtet me veten. Mua më pëlqen akoma, e pranoi ai pa hezitim. Ishte një rrëfim i thjeshtë, por i fortë, që tregonte se ndjenjat e tij për Dolcën nuk kishin vdekur kurrë plotësisht. Përkundrazi, ato kishin qenë aty, të heshtura, duke pritur momentin e duhur për t'u pranuar. Ai shtoi se beson se çdo njeri mund të gabojë pa dashje, sidomos kur ndodhet nën presion, emocione të forta dhe vendime të vështira. Edi pranoi edhe pjesën e tij të fajit. Ai e kuptoi se ndoshta kishte bërë gabime, se kishte vepruar i nxituar dhe se jo gjithmonë kishte dëgjuar zemrën e tij. Më bie mendja që kam bërë gabim, tha ai, duke treguar pjekuri dhe reflektim. Nuk ishte e lehtë për të ta pranonte këtë, por e ndjeu se ishte e nevojshme për të qenë i drejtë, si me veten, ashtu edhe me Dolcën. Fjala që preku më shumë ishte ajo e fundit. Për mua, dera mbetet e hapur. Nuk ishte një premtim i madh, as një deklaratë dramatike, por një ftesë e qetë për një mundësi të re. Një derë e hapur për dialog, për mirëkuptim dhe ndoshta për një fillim ndryshe, më të pjekur dhe më të sinqert. Ky qëndrim i Edit tregoi se, pavarësisht gabimeve dhe lëkundjeve, ai është i gatshëm të reflektojë dhe të mohë. Në një moment që tronditi atmosferën në shtëpi, Ludo nuk u përmbajt dhe ja tha hapur në sy Dolcës disa fjalë që u konsideruan denigruese dhe të rënda. Pa e zbutur tonin dhe pa menduar për pasojat, ai u shpreh se, sipas tij, kjo goca është shumë mendje lehtë, duke e akuzuar se një javë e kaluar në Itali i ka mjaftuar për të menduar se ka kapur qiellin me dorë. Fjalë që ran fort dhe krijuan një heshtje të rëndë përreth. Sipas Ludës, Dolce kishte bërë një gabim shumë të madh që ishte ndarë nga Edi. Ai e cilësoi Edit si djalë me taban, një njeri serioz dhe i qëndrueshëm, duke lënë të kuptohet se Dolce nuk kishte ditur ta vlerësonte atë që kishte pranë vetes. Në mënyrën e tij të folurit, ai u përpoq ta paraqiste ndarjen si një vendim të nxituar dhe të gabuar nga ana e saj, duke e vendosur përgjegjësinë vetëm mbi shpatullat e Dolcës. Reagimi në ambient ishte i menjëhershëm.
Disa banorë u ndjen të sikletosur nga mënyra se si Ludo i drejtohej, sepse fjalët e tij nuk ishin thjesht kritik, por goditje direkte ndaj karakterit dhe zgjedhjeve personale të Dolcës. Ajo, megjithse u përpoq të ruante qetësinë, u duk qartë se ishte e lënduar. Heshtja e saj foli më shumë se çdo kundërpërgjigje, duke treguar se komentet e tilla nuk janë të lehta për t'u përballuar, sidomos kur thuhen publikisht. Shumë kush e pa këtë si një moment ku u kalua kufiri. Kritika mund të bëhet, por etiketimet dhe fjalët nënçmuese shpesh tregojnë më shumë për atë që i thotë se sa për atë që i dëgjon. Dolce, pavarësisht zgjedhjeve që ka bërë, ka treguar gjithmonë përmbajtje dhe dinjitet, dhe për këtë arsye reagimi i Ludës u pa nga disa si i tepruar dhe i padrejtë. Ky episod hapi edhe një herë diskutimin e madh brenda shtëpisë. Kush ka të drejtë të gjykojë zgjedhjet emocionale të tjetrit dhe deri ku lejohet të shkohet me fjalë? Sepse ndarjet, udhëtimet dhe vendimet personale janë pjesë e jetës së secilit dhe jo gjithmonë duhen kthyer në akuza apo etiketime. Për Dolcën, ky moment ishte një provë që jo. Situata degradoi krejt papritur dhe mori një kthes shumë të rëndë. Pas një përplasjeje të fortë mes Fjollës dhe Labinotit, tensioni që ishte grumbulluar prej ditësh shpërtheu në mënyrën më të keqe të mundshme. Fjalët fluturonin pa kontroll, zërat u ngritën dhe respekti humbi në pak sekonda. Fjolla, e mbushur me nerva dhe e ndjerë thellësisht e fyer, ju kthye Labinotit me tone të ashpra. Njëri i lig, i tha. Fytyrë e poshtër, njëri pa cip, pa kulturë. Çdo fjalë ishte një goditje, e thënë me inat dhe mllef. Labinoti përpiqej të reagonte, por situata tashmë kishte dalë jashtë kontrollit. Fjolla nuk u ndal vetëm me fjalë. Në një moment që tronditi të gjithë banorët. Ajo e pështyu drejtë në fytyrë. Ishte një akt i rëndë, poshtërues dhe i papranueshëm, që e kaloi çdo kufi të debatit verbal. Në atë çast, shtëpia u mbulua nga heshtja. Askush nuk e priste një veprim të tillë dhe reagimet ishin të menjëhershme. Disa u shtangën, disa ulën kokën, të tjerë u ngritën në këmbë të tronditur. Atmosfera u bë e rëndë, e padurueshme. Ky nuk ishte më thjesht konflikt fjalësh apo strategji loje, por një shkelje e qartë e rregullave dhe e dinjitetit njerëzor. Edhe ata që deri atëherë kishin qenë neutral, e kuptuan se kjo ngjarje do të kishte pasoja serioze. Fjalë si zarf i zi filluan të përmendeshin me zë të ulët. Sepse një veprim i tillë zakonisht nuk kalon pa ndëshkim, Fjolla dukej ende e ndezur nga inati, por në fytyrën e saj filloi të shihej edhe një lloj tronditjeje, sikur vetë po e kuptonte peshën e asaj që kishte bërë. Labinoti, i fyer dhe i poshtëruar, mbeti për disa çaste pa fjalë. Jo për mungesë reagimi, por sepse situata kishte kaluar çdo kufi normal. Kamerat kapën gjithçka, dhe tashmë gjithçka ishte në dorë të produksionit. Të gjithë e dinin se kjo përplasje nuk do të mbyllej thjesht me një sqarim. Mundësia e një zarfi të zi u bë reale, sepse dhuna, qoftë edhe simbolike si pështyma, nuk tolerohet. Ky moment shënoi një nga episodet më të errëta të qëndrimit në SHT. Fjolla nuk qeshi. Nuk u zgerdhje. Fytyra e saj ishte e ngrirë, serioze, dhe sytë i kishte të ngulitur drejt e te Labinoti. Ishte ajo qetësi e rrezikshme që vjen para shpërthimin. Kur foli, zëri i saj ishte i ulët, por prerë, aq sa çdo fjalë godiste më fort se një britm. Mos luj me fjalë, i tha. Se me mua i ke punë të keq. Labinoti u përpoq të mbante një qëndrim sfidues. Qëndronte i mbështetur, me trupin pak të tërhequr mbrapa, por me gojën që nuk dinte të rrinte mbyllur. Fjolla bëri një hap përpara, jo për ta prekur, por për t'ia bërë të qartë se nuk kishte frikë. Unë nuk di me u zgerdhi, vazhdoi ajo. Nuk jam këtu për shaka. As për lojra fjalësh. Me mua ose flet drejt, ose mos fol fare. Tensioni në dhomë u trash. Banorët e tjerë ndalën frymën. Fjolla ishte në kulmin e vet kontrollit, por çdo muskul i saj tregonte se po i vinte kufiri durimit. Mos e ngatëro qetësinë time me dobësi, tha ajo. Se unë, po desha, ta bëj rup sup, 8-2, vetëm me fjalë. Labinoti ngriti vetullat, por nuk u tërhoq. Me një buzëqeshje të thatë, po thuaj provokuese, i tha vetëm 2 fjalë, duke hapur krahët pak, afrohu. Afrohu. Fjolla ndaloi. Nuk bëri asnjë hap tjetër. Thjesht e pa drejtë në sy, gjatë, pa i hequr shikimin. Ishte ajo përballje ku askush nuk lëviz, por gjithçka ndodh brenda. Mos e kërko atë që nuk e përballon, i tha qetë, por me një ton që nuk linte vend për keq kuptim. Unë nuk paralajmëroj 2 herë. Labinoti heshti për një moment.
Provokimi i tij nuk po merrte reagimin që kishte pritur. Fjolla nuk po bërtiste, nuk po humbiste kontrollin, dhe kjo e bënte edhe më të fortë. Ajo vazhdoi, këtu brenda shumë njerëz flasin për të dukur. Unë flas kur duhet. Dhe kur flas, e di çfarë them. Heshtja ra si pesh mbi dhomë. Afroi labit mbeti pezull, pa përgjigje fizike, por fjolla e kishte fituar betejën e asaj minute. Me qëndrimin, me syt, me fjalët e pakta dhe të rënda, ajo u kthye ngadalë, pa i dhënë shpinën menjëherë. Sikur donte të